mua, të gjithë shtetet duhet të rinë atje ku janë, të merren me popullsitë e tyre, kur të rregullojnë demokracinë brenda vendit tyre, të vinë na eksportojnë neve demokraci. Sepse unë këtë idiotësin vlla e eksportit të demokracisë, sigur demokracia është produkt, nuk e kuptoj vlla. Se nuk di ta kuptoj, sepse nuk është për të kuptuar, sepse s'ka se si të kuptohet. Nuk është produkt demokracia që importoke ti. Qa importon? Demokracin. Më thonë juve mua një luftë që kam bërë dhe thonë është importu demokracia. Ku? Ku? Demokracia nuk është e barabartë me kapitalizmin. Se këtë bëni gabim juve. Juve quani demokraci kapitalizmin. Jo, mund t'jesh edhe si Vietnami, shtet me kapital, por që e kanë Vjetkongët akoma. Në 28 vjet luftë Amerika atje, i harxhoi ca triliona dollar, po pak rëndësi ka. Vjen. Avash. Lorenz Biçaku ka dërguar 5 pound. Falenderoj Lorenz, thot, besoj se Trump i friksohet një skizofrenie të Izraelit mbi përdorimin e bombave nukleare ndaj Iranit, përfshirja e saj garanton kontroll të luftës. Jo, përfshirja e saj nuk garanton kontrollin e luftës. Përfshirja e saj tregon që Amerika është aq e tredhur nga Izraeli dhe nga lobet brenda sa është shokuese dhe është qesharake, po ta analizojmë. Së dyti, përdorimi i bombave atomike nga Izraeli dhe një abstenimi të Amerikës në të lloj rasti, do sillte një situatë që Izraeli do bashkonte të gjitha fuqitë atomike për ta shkatruar Izraelin. Por Amerika nuk dinte dhe nuk donte që ta bënte këtë, sepse s'ka se si të mos doj, sepse është vendosur nga IPAC-u. E pa sot çai kishte ndodhur atij generalit amerikan. Që bite nënave amerikane nuk meritojnë të vdesin në Iran për llogarit Izraelit. E mori edhe senatori, e mori zvar për ta hequr. Shut the fuck up ja bënë. E po kjo nuk është Amerika që unë dua. Kjo nuk është Amerika që unë dua. Unë dua humanizëm, nuk dua as edhe një lloj fuqie të madhe. Do më thënë, ka kaq vite, ka kaq dekada, që ngrihemi vetëm mbi fatin e keq të Izraelit që nuk e do as i shtet fqinj. Dhe neve fillojmë qajmë tash, gjithë pse s'na do, o i miri nënës ti. Pse s'ma do Izraelin? Izraelin nuk e duan as judejt. As nuk e di do më thënë. Nuk e do njeri vlla. Edhe ata që janë brenda nuk e duan, judejt e vërtet, ata që ndjekin Toraun, jo Talmudin. Po të shikoni intervistat e njerëzve të cilët kanë punuar me Netanyahu, thonë që është skizofren, është psikopat. Është kriminal lufte. Tani ç'a ndryshimi ka Netanyahu me Miloševićin? T'ju bëj një pyetje unë juve. Ç'a ndryshimi ka Netanyahu me Miloševićin? Asnjë ndryshim. Më bëjmë pyetje, a nuk e frikë? Për ç'a duhet të kem frikë valla? Për ç'a duhet të kem frikë? O gazha nuk e frikë që e ka që i qartë, qyqyr që nuk e frikë. Unë nuk kam frikë vlla se mua nuk e me qatë më shantazhosh. Unë as nuk kam përdhunu njëri, as nuk kam vjet në i bank, as nuk kam bën në i vrasje, as nuk kam trafikuar në i fëmijë, as nuk trafikoj drogë, as nuk trafikoj armë,
Dhe as nuk jam i rrezikshëm për asnjë, o vlla. Se unë nuk merrem me tendera, unë nuk merrem me emra privat. Netanyahu nuk është emër privat, është emër botror. Sepse megalomania dhe agenda e tij idioteske dhe malinja po më rrezikon jetën mua. Është kjo elit që duhet na ketë frikë neve. Jo ne ata. Domethënë duhet vi boll momenti që të trajtohemi si gojim. Ne nuk jemi kafshë, zotri. Ne nuk jemi as gojim, nuk jemi as clever. Po dhe sikur të ma marrin jetën sot, të pakën do iki lumtur, o vlla, se nuk jam hipokrit. Ja ma morën mua, e disa veta tjerë qojmë nga pas. Pa fund, se e ka tregu historia, ma. Pa fund dalin njerëz. Kam vajtur, kam provokuar një luftë fetare, po këtë nuk doni të kuptoni juve. Sepse është bërë lavazh i trurit Irani. Luftë fetare, imagjinoni vetëm kaq, po sikur të ndodhte, vlla. Po sikur të ndodhte që Irani të godiste Vatikanin. E di që do ishte bërë bota. Luftë fetare, më godit papati, bla bla bla. Të njëjtën gjë bëri Izraeli në përzgjedhjen e liderit suprem që janë ekuivalentët e kardinalëve në Vatikan. Pra këtu po provokohet një luftë fetare. Ku ti shërben kjo lufta fetare? Nga juve që keni lexuar Bibël, juve që keni lexuar Kur'an. Kush më? Ku ti shërben? Juve dini se kujt. Shërben disa profecive shumë të vjetra. U shërben qëllimeve ekspansioniste e shumë çka e tjetër. Po nuk i shërben njerëzimit. Dhe në qofse ndodh kjo lufta, ç'a ndodh me neva? A e dini juve ç'a ndodh me neva? Ne nuk kemi as ar, ne nuk kemi as naft, ne nuk kemi as ujë, ne nuk kemi as drita, ne nuk kemi as edhe një lloj gjëje, nuk kemi as tokë. Ne nuk kemi tokë, zotri. Tokë, të vesh atje se do mbjellesh vetë. Do shkosh mbledhësh domate. E tjerë. Kastraveca, patëllxhan, fiq. Pra mund të vetë ushqesh, po ti nuk jas tokë. Ti nuk e tokë, valla. Ku ti mbjellësh to? Se duhet mbjellë, por. Se do ham. Duhet grur. Duhet fasulja. Kaq më. Kaq është. Të gjithëve juve që mendoni se unë po hiperbolizoj, ju sfidoj të më gjeni një rast që unë në gjithë këto lloj luftra që kanë ndodhur, të kem filluar në herë tëm që kjo është luftë botërore, bla bla bla. Më thoni një herë, pra. Po për aq kohë sa unë po të them që ka rrezik shumë të madh. Ka rrezik te mase të madh. Që ne të ndjemi të rrezikuar. Sepse logjika është bombat bërthamore nuk krijohen kota për të mbajtur në vitrinë, o zotri. Ajo fuqia që të shpërndan demokracinë, ty të eksporton demokracinë, ishte i vetmi vend që ka hedhur 2 bomba bërthamore. Dhe pas Covidit, unë besoj dhe po të më thuash fluturon gomari.
Sepse nuk e kisha besuar në botë, o vlla, në botë që unë të mbyllesha një herë si në kafaz në shtëpi tër bota. Nuk ma hante mendja logjika. Nuk ma hante, vlla. Ja që ndodhi. Dhe për aq kosa na përgatiten për këtë lloj sulmi, atëre pse mos ta besojnë që kur goditen bazat amerikane, edhe po futet me proxy të dyja fuqit lindore. Mos ta besojnë që do plasin në një luftë shumë e madhe. Se për çfarë po bëhet kjo lufta? Irani nuk dorëzohet, o zotëri. Ta tregoj vetë historia që ata nuk dorëzohen. Bëj çfarë dush ti hidhu për pjet. Për pjet hidhun nuk të dorëzohen. Si do vazhdoj kjo punë? Do ta lënë me aq. Do më thënë, Amerikës dhe Izraelit janë hedhur në tokë avion që kushtojnë $30 milion, $50 milion copa, nga raketa që kushtojnë 15 deri $25 copa. A kupton që dëmi ekonomik është për Amerikën? A kupton që gabimi? Kaq më shumë e thjesht, më. Ik pyeti sot, bën një sondazh të amerikanëve, thuaj ore, jeni gati juve të shkoni në luftë me Iranin? Jeni pro luftës në Iran? Ta jap me jetë 90% e amerikanëve përpos 10% budallën që janë Homer Simpson, do thonë jo. Po edhe te budallën kam dyshime se mund thonë jo. Sepse nuk e do njeri luftën. Nuk e do njeri luftën. Është shumë e thjeshtë. Asnjë se do luftën. Kaq e thjeshtë është. Por unë nuk kam se si t'ja u shpjegoj, se ju keni mendjen tuaj. Unë ditë ju thëmë vetëm çfarë ditë lexoj unë nga gjeopolitika. Në qoftë se juve mendoni se gjeopolitika është loj me çfarë do të shpeni me pafka, që hajde po bëjmë sikur, unë ju siguroj që të bindeni se është e kundërta. Ju siguroj që të bindeni se është e kundërta.